Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nis aksionin në pikat e kalimit kufitar për të kontrolluar produktet e importuara. Duke proceduar në vendosje të ekspertëve në këto pika, Autoriteti i Ushqimit bën të ditur se mishi i përgatitur ka ardhur i kontrolluar duke mos bërë asnjë rrezik për shëndetin e konsumatorit vendas. Tashmë mishi në gjithë Republikën e Shqipërisë, mishi i përgatitur, i therrur, hyn nga vende të cilat janë thertore të autorizuara të Bashkimit Evropian. Mishi që hyn nga Brazili dhe nga vendet e Amerikës Latine, që janë prodhuesit kryesor të mishit në gjithë botën, hyn i kontrolluar. Kontrollet e këtij inspektorati do të shtrihen edhe në produktet me bazë shtatëzore. Drejtori i këtij autoriteti Genciuka kërkon vëmendjen e fabrikave të përpunimit të qumshtit të mos tregtojnë jashtë cilësisë. Kemi ushtruar mjaft kontrolle si në baxhat sezonale, ashtu edhe në fabrikat e përpunimit të qumshtit. Duhet në nënvizoj që fabrikat e prodhimit të qumshtit janë disa, tashmë është bë një grup fabrikash të cilat kanë nivele mjaft të mira të teknologjisë, por gjithë problemi është në bërjen koshient të asaj hallkës parë që është pikërisht ato furnitorët e parë që janë vetë fermerët që ofrojnë produktin. Duke bërë një rezume të punës, AKU ka në portofolin e saj ushtrimin e 4.000 kontrolleve dhe vendosjen e gjobave për 18 biznese që kanë tregtuar produkte jashtë standardeve të cilësisë.